të nënshkrimit të marrëveshjes bashkëpunimit mes dy institucioneve tona, institucione që synojnë ta ngritin ekonominë shqiptare, kosovare, kombëtare në një nivel tjetër. Prandaj, ky memorandum është një arritje për të dy institucionet tona që bizneset tona shqiptare në anën mban botën të lidhen për të bashkëpunuar, për të investuar, për të rritë mendësinë dhe kapitalin në projekte të ndryshme që mund t'i bëjmë bashkarisht. Alianca dhe prodhuesit vendor kanë nevojë që të kenë një rrjet më të madh në tregjet globale. Ju keni nevojë që Alianca të jetë një zë më i fuqishëm për juve në Kosovë dhe në Ballkan. Prandaj ky memorandum e ka këtë qëllim. Ekonomia e Kosovës është një ekonomi që mund të ketë perspektivë të mëdha duke e mbështetur ju, ashtu siç e mbështetni me investimet e juaja dhe sipas statistikave mbi 1 miliard e 400 milion euro diaspora dërgon para të gatshme përmes institucione mikrofinanciare dhe financiare, kurse sipas statistikave të AKB-s diaspora shqiptare dërgon dërgesa mbi 2.5 miliard euro në Kosovë gjatë vitit. Ju jeni infuzion më i mirë i ekonomisë dhe i rujtjes të rinis për mos të ikur nga vendi i jonë. Kosova ballafaqohet tashmë edhe me një fenomen të ri, të ikjes kapitalit. Në vitin e kaluar, stoku i investimeve të kosovarëve në Shqipëri ka shku rreth 700 milion euro, në Greqi mbi 200 milion euro. Po ashtu në Maltezi dhe në Maqedoni kemi informata edhe në Serbi, e në Bosne, e lërëmo në Evropë, po investimet mund të kanë shku të bizneset kosovare dhe të njerëzve që kanë kapital mbi 1 miliard e gjys. Arsyeja është siguria për investime. Infrastruktura në Kosovë është bërë shtrejt, energjia elektrike tepër shtrejt dhe bizneset prodhuese po tentojnë gjejnë alternativa tjera në shtete të tjera, gjë që neve si Aliancë Kosovare Biznes na brengos. Investimet e juaja të diasporës që po vinë në Kosovë, mbi 70% janë duke investuar në blerjen e patunshmërive. Ju ftoj që ju investimet të orientoni ka prodhimi, ka investimet në mënyrë që ato mirë të gjenerohen dhe të kthehen në një formë prapës në investim. Po prapë se prapë, Alianca ju falenderoj juve si diasporë, iniciativen që ju e keni marrë tash shumë vite për të lidhë bizneset anën mban vendit, e besoj që me këtë moment Alianca do të ketë një rol të rëndësishëm në bashkëpunim me juve, e nga sot ju do ta keni këtë sallë në dispozicion për rrjetin e juaj global, do ta keni edhe zyrën përballë andej për juve, për përfaqësuesit e juaj dhe kjo është një mbështetje që ne po dojmë t'i japum rrjetit global pa asnjë kompenzim. Po ashtu edhe ne si Aliancë do të dëshironim që në vendet e juaja ku jeni, në momente të caktuara të shfrytëzojmë zyret e juaja, infrastrukturën e juaj, në mënyrë që aktivitetet e juaja t'i bëjnë më të lehta, më të lira, por të jenë ato më të shpeshta. Edhe një herë falënderit i nderuari kryetar, me delegacion që keni ardhur në Kosovë, edhe për nënshkrimin e kësaj marrëveshje dhe besoj që kjo marrëveshje nuk do të jetë vetëm letër, por do të jetë aktive. Fjala është për juve. Faleminderit kryetar, faleminderit gjithë ekipit juaj. Rrjeti global i biznesit shqiptar është i shtrinë në shumë vende të botës, nga Evropa deri në Australinë e largët,
dhe një ashtu, si që thatë edhe ju, ka një zyre, ka një shtëpi, keni mërgjimtarët bizneset, ku do që shkojnë antarët e juj, ky bashkëpunim do na sjell shumë përfitime, sepse ne jemi ura urlidhës. Ne jemi ata të parë që do ndihmojmë, ne jemi për me dhonë e jo për me marë, shqiptarët kudo që janë mirënjohës, janë ndihmues dhe zyra sot këto e antarë që janë për 15.000 dëgjova sot, janë të mirë se ardhën për me plasu produktet e tyne në tregjet ku na veprojna. Kosova, Shqipëria, gjithë prodhimet që i kanë nuk mjaftojnë veç për konsum diaspore që kena na. Kështu që mundësit janë të arta dhe ftojmë gjithë prodhust që na u bashkan gjitën të kanë një mundësi, të shofin një mundësi bashkëpunimi me rrjetin global bizneseve shqiptare. Gjitha organizatat, po ashtu edhe shtetet tona, janë të mirë se ardhne të bashkan gjitën një kauzët përbasht, e ajo kauzë është që të ndalim ikje nga venet tona të rinison, po të kthejna investime e vend ikjes mendjes të kthejmi në prurjet kapitalit. E ata të punësohen këto, ata të kenë një mundësi më të madhe.